Plaka që i dha Jozi Gjestit në Big Brother VIP duket se ka shkaktuar reagime të forta, e sidomos në pjesën e shqiptarëve të Kosovës. Për të marrë një mendim, kam të ftuar në një lidhje Skype gazetarin e njohur Gjencil Shkëmbi. Gjencil, shumë faleminderit për mundësinë. Faleminderit ju. Gjencil, si e ke parë këtë reagim që ka pasur publiku, e sidomos nga shqiptarët e Kosovës lidhur me këtë incident? Patjetër që është reagimi i tepruar, sepse në fund fare nuk u dhunua një shteti kosovar, po u dhunua një kosovar që make sense, bën sens, sepse në fund të ditës mbase njësoj do të reagonim edhe ne si shqiptar në rast se do të ndodhte e njëjta gjë në Big Brother Kosova, por është shumë i tepruar në momentin kur flitet për nacionalizma, kur për patriotizma, për ndasim mes shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë. Këto janë pasaj faji medias, faji i atyre njerëzve të cilët s'kan çfarë bëjnë dhe prodhojnë lajme pikërisht me Gjestin, nuk kanë ide të tjera për të krijuar lajme dhe normalisht që i fryjnë diçka që nuk ekziston, sepse në fund fare nuk është se dhuna duhet dënuar. Jozi bëri shumë gabim që e dhunoi Gjestin, absolutisht. Gjesti në këtë rast është viktima, këtë të gjithë e dinë, por nuk është shteti kosovar viktima, nuk është dhunuesi shteti shqiptar. Po flasim për dy të rinj, të cilët janë të famshëm në një farë forme, kanë zgjedhur për të zgjeruar famën e tyre, për të zgjeruar impaktin e tyre, për të zgjeruar çfarë duash që mund ta vinë në mendje që lidhet me ta, potencialin e tyre, ndjekësit e tyre, por në fund kaq. Gjesti nuk përfaqëson Kosovën dhe Jozi nuk përfaqëson Shqipërinë. Kjo duhet kuptohet një herë mirë dhe nuk ka lidhje ndjasia kombëtare, shqiptarët e Kosovës ndihen të fyer sepse një shqiptar i Shqipërisë dhunoi Gjestin. Ka patur raste kur Noizi është dhunuar, ka shkuar dhe ka dhunuar dikë, me sa mbaj mend, në një hotel në Prishtinë. Po pse nuk ndodhi kjo gjëja? Pse nuk u tha që një shqiptar erdhi dhe dhunoi dikë brenda në Kosovë, një shqiptar të Kosovës, apo kur ka ndodhur raste kur VIP-at famshëm kanë ardhur në Durrës dhe kanë patur konflikte nga ato VIP-a është muzikantësh. Pse ne nuk kemi thënë që Kosova ka ardhur dhe ka dhunuar Shqipërinë? Këto janë absolutisht reagime të shumta të egzageruara, por unë mendoj që këto nuk janë reagime thelbi, nuk janë reagime personash të vërtet, kosovarësh të vërtet dhe shqiptarësh të vërtet. Unë mendoj që këto janë thjesht reagime Facebooku, dikush i cili është i frustruar me veten, është i frustruar me gjithçka që ndodh përreth, merr telefonin dhe shkruan urrëti aty brenda se atë ditë bëj më mirë. Kaq mendoj se është thelbi gjithçkaje dhe nuk mendoj që duhej egzageruar deri në lloj forme. Gjencila, mund të jetë, po themi, Gjesti i pari person nga Kosova që fiton Big Brotherin? Shiko, unë mendoj se 99% e publikut është me Gjestin, si në Shqipëri, si në Kosovë. Dhe mendoj që do t'ishte e pafalshme nga ana e produksionit në rast se do të ndodhte diçka tjetër. Unë nuk e shoh shumë Big Brother, por e shoh mjaftueshëm për të nuhatur se çfarë po ndodh dhe nuhatet që Gjesti duhet të jetë fituesi, absolutisht që unë mendoj se ai do të jetë. Nuk dua të përmbahem se është kosovar apo është shqiptar, sepse një shqiptar shkoi dhe e fitoi si stresi, shkoi dhe e fitoi Big Brother Kosova vjet apo par vjet me sa kujtoj, kështu që nuk është se ka diçka të rëndësishme këtu për të diskutuar. Nga ana tjetër, mbase do të shërbejë edhe si një mesazh jo për ne si shqiptar për të vetë viktimizuar ndaj shqiptarëve të Kosovës, por do të shërbejë edhe si një mesazh për të thënë që asnjë nga këto aludimet nuk ishte e vërtetë dhe shiko, nuk mund të diskutosh mbi flamurin për Gjestin edhe për Jozin. Qofshin të mirë, qofshin të këqij, janë thjesht Gjesti dhe Jozi. Nuk ulet vlera e Ademi Asharit, e Isa Boletinit, e Ismail Qemalit, e Shote Galicës, e patriotëve e UÇK-s, e njerëzve që kanë dhënë jetën për këtë flamur, sepse ne nuk po flasim thjesht për shteti kosovar dhe shteti shqiptar dhe qeveria kosovare dhe qeveria shqiptare. Ne po flasim për një komb. Dhe ai flamur është shqiptari Kosovës, shqiptari Shqipërisë, shqiptari Maqedonisë së Veriut, shqiptari Malit të Zi, shqiptari Luginës së Preshevës dhe këtë gjë nuk e ndan Big Brotheri sot e 1000 vjet. Kjo do të ishte debati më i dështuar në botë. Duke marrë parasysh sondazhet që her pas here janë bërë nga Euronewsi apo qoftë edhe nga mediat e tjera të rëndësishme në Shqipëri, mbi 70 apo 80% e shqiptarëve duan bashkimin me Kosovën. Dhe çfarë do të ishte debati? Ne nuk po themi që nuk ekziston shteti i Kosovës.
Shteti administrativ i Kosovës funksionon. Flamuri i Kosovës ndryshe nga i shqiptar funksionon. Kjo punë është ndarë. Por, ata janë shqiptar. Ne jemi një. Kufint mund të ndajnë shtete, por nuk ndajnë zemrën e një kombi. Ne flasim të njëjtën gjuhë, ne kemi të njëjtin gjak, ne kemi të njëjtën histori, ne kemi të njëjtën traditë, ne jemi një. Dhe çfarë do lloj debati që të krijohet artificialisht apo jo, është debati dështuar, sepse në fund të gjithë shkaje, vetë shqiptari thjesht flet. Dhe kujtoja të herë Kreshnik Spaiun, kur me Aleanca Kuqezi fliste për unitetin kombëtar dhe bashkimin kombëtar. Ore, ai nuk mori atë lloj fame, Kreshnik Spaiu, sepse është buri mi i zgjuar ndër tërta të tjerët që kanë dalë partitë të reja. Absolutisht që jo. Ai mori atë lloj fame dhe mori atë lloj mbështetje vetëm për shkak të unitetit kombëtar dhe sepse zgjoi këtë frymën e nacionalizmit e patriotizmit. Personazhet e njohura në Shqipëri janë të njohur për gjëra të panjohura. Se po të ishin të njohur për gjëra të cilat ngeleshin për herë, për shembull, pse nuk ka reaguar Marin Mema dhe të thoshte ky është skandal që një kosovar goditi një shqiptar. Marin Mema është influencer në patriotizëm, po nuk është Olta Gixhari. Mua më bëhet qefi që ndodhi, jo që u dhunua gjesti, po që ndodhi një ngjarje e tillë, sepse nxori në pa frymën e budallallikut që ekziston si në Kosovë dhe në Shqipëri. Ngriti, pra, e ke fjalën për median apo? Për median. Dikush goditi dikë. A ka patur raste kur një shqiptar ka vrarë një shtetes kosovar për drogë, për armë, për arsye krimi? Patjetër që ka patur. Pra, ngjarja më të eskaluara se kaq. Nuk ka patur reagim. Kur godit gjesti, një VIP, unë e kuptoj që masa ndjek Big Brotherin, por në fund fare kupton se për çfarë ngrihet media shqiptare. Media shqiptare nuk e bën 2 ditë apo 3 ditë tresht lajmin e qepëve të hedhura në kanal, nuk e bën lajm as mungesën e infrastrukturës në përfshatra, nuk e bën 2-3 ditë lajm as shpopullimin e Shqipërisë, nuk e bën 2-3 ditë lajm as arrestimet e bujshme të politikanëve, nuk e bën 2-3 ditë lajm as inceneratorët, nuk e bën 2-3 ditë lajm as gjërat jetike që shqetësojnë shqiptarin, ekonominë, varfërinë, xhepin, por e kupton që më bën 2-3 ditë lajm, jo zikoditi gjestin, ka ardhur momenti ku ne të ndahemi. E kupton ku arrin ignoranca e medias në Shqipëri dhe në Kosovë. Se nuk janë vetëm ata, jemi edhe ne. Se edhe këtu ta ne u diskutua. Sepse media është mushkria e frymarrjes në mendjen dhe perceptimin publik. Kur ti thjesht e hedh si hipotezë që ore, ndodhi kjo gjëja, mos mbase duhet të ndahemi, ti këtu po jep mushkri, po jep frymarrje për të thënë që shiko se këtu diçka ka ndodhur. Diçka duhet jetë e vërtet këtu. Dhe sidomos media tradicionale, se në media sociale unë e kuptoj që do të kishte gjëra të tilla. Në media sociale, media tradicionale, se nëse diskutoj median tradicionale, unë mendoj, po themi audienca e medias tradicionale 20% është në ekran, dhe 80% është çfarë prodhon e kalon në rrjet. Në rrjet sociale, vërtet. Kjo media tradicionale ndoshta i ka humbur ajo sensi i medias tradicionale. Po. Më kam ftuar në emisione, kam marrë vetë në emisione, ku kam folur për këtë lloj pune. Ore më vinte turp kur flisja më burr. Më vinte turp. Si t'u shpjegoja unë që unë nuk ju urrej. Si t'u shpjegoja unë që unë kam miq kosovar që i dua më shumë herë pas here se shqiptarët e Shqipërisë. Si t'u shpjegoja që unë vi dhe fle në Prishtinë si të jem në Korçë. Si t'u shpjegoja që, ore, se nuk ka asgjë të vërtet në këtë urrëtien, ata kishin menduar se shqiptarët e Shqipërisë nuk e duan më shqiptarët e Kosovës. Vetëm për shkak të medias. Se dalin 2-3 opinionistë që nuk din të bëjnë asgjë, din vetëm të flasin, asgjë përveç të flasin, dhe dalin dhe flasin trapliqe. Po është frym mediatike kjo e gabuar, se nuk, ore, asnjë, mendoa të gjyshen 80 vjeçare, nga Korça, nga fshati ku unë jetoj, që ka mirëpritur vëllezërit tanë shqiptar të Kosovës në luftën e 98-99, që i ka mirëpritur, i ka hapur derën, kur dëgjon që në televizionet shqiptare diskutohet ndasia mes kosovarëve dhe shqiptarëve për shkak të shuplakës së Josit Agjestit. Si duhet të ndihet ajo?
kupton sa butallik është. Gjensil, shumë faleminderit për kohën dhe për këtë diskutim. Respekte.